Atëherë Mr. si vjen skuadra nesër përpara ndeshjes me Teutën? Po si gjithmonë, ne jemi rregull, ne jemi gati, kemi mungesa vetëm Karimit, e tjera që është e gati, sot serit e fundit si gjithmonë, pastaj bashkë me stafi do vendosëm, por ne jemi në gjendën mirë. Teuta është i vetmi kundërshtar që nuk e keni mundur këtë sezon. Ndoshta është nesër treta vërteta? Po, kjo është e vërtetën edhe është e statistika. Po, kemi respekt për Teuta, është një skuadër shumë e fortë, luaj shumë e fortë nga faza më mbrojtës, një skuadër me cilësi brenda ekipit. Edhe nesër është një shans tjetër për ne. Ne jemi gati, gjithë të mendoj pozitiv, edhe do presim si gjithmonë, do presim deri nesër, pastaj mund të flasim pak më shumë, por ne jemi shumë pozitiv, patjetër. Është vërre këtë sezon që Elbasani ka gabuar nga penalltitë, në farë mënyrë edhe ka penalizuar për të marrë pikët. Tregon ndoshta kjo një presion tek skuadra, tek lojtarët? Jo, sepse çdo skuadër humbi penallti, jo vetëm Elbasani, edhe Shkodra Ballaj humbi shumë penallti. Domethënë kjo është pjesa e futbollit dhe nuk kemi problem për penallti. Ne jemi shënuar edhe shumë penalltia, domethënë ne jemi rregull, nuk kemi presion kemi nga tjetër gjëra, do rrim sipër, do luajmë futbolli bukur, do luajmë për tifoz, kjo është presioni, por kjo është normal. Domethënë deri tani nga gjithë gjëra ne jemi rregull, kjo është mendimi tim. Sa i kënaqur jeni me merkaton? Kanë ardhur lojtarët që ju dëshironit apo prisin më shumë? Po, jam kënaqur sepse kam grup i fortë edhe nuk ishte shumë lëviz nga ne, domethënë nuk ishte dalje. Jam kënaqur, firmos një lojtar shumë talentuar si Boje, firmos edhe një tjetër winger, por ju e di nga anash procedura, viza, do presim edhe pak, edhe doshta ne jemi afër me një sumues. Domethënë deri tani për merkaton e januari ne jemi rregull edhe jam shumë kënaqur nga klubi.